Okej, më në fund ullëm. Pak më ndryshe se Düsseldorfi, pak të unë. Po, jo, të dy janë në fakt. Jo, t'ishe mirë Duke me më bukur këtu, në vendin tonë. Tash këtu ti je në vibe sheqeri, unë isha vllai i vogël, korrespondent, dërgova atje dhe sot jam. Kështu vendosa edhe unë sot, jem në vibe sheqeri. Po, është vibe i sheqerit, apo jo? Po. Është si këto turnet që bëhen. Ti je pak vibe i kripës. Pa. Dhe jam pak në gjendje më kripe, apo ndoshta kështu përfituron ti? Kështu përfituron ti se të kap këtë presionin. Pëlqen mua. E plot me krip. Ka lezet ajo. Po ti si ndihesh? Prandaj shkojmë bashkë në këtë intervistën kështu ulur. Si ndihesh? Ke ndonjë presion se unë e di që intervistat nuk i ke shumë që? Presion, shiko, presion tani mirë jam, me thënë të drejtën, mirë jam. Edhe kështu me fostani po ndihem shumë komode. Po, pra atë presionin tjetër. Po, atë presionin tjetër. Pa të si ja bë me presionin? Si ja bë për shumë me presionin aktual, ke koncertin që e diskutuam pak më disa ditë më parë. Po, kam kuptuar që presionin nuk ndryshon asnjëherë, është gjithmonë prezent. Thjesht merr një formë tjetër. Edhe unë kam kuptuar që në fakt gjëja më e rëndësishme që duhet të bësh, sekreti, është që ta kanalizosh në punë edhe jo frikë. Pjesa më e vështirë për mua si një artiste femër këtu në vendin tonë është gjykimi konstant, sigurisht. Pse e bëri, si e bëri, duhet kjo, s'duhet ajo, po pse e tha kështu, pse duhet kështu. Edhe në fakt kjo gjë më sjell një luftë të brendshme, dua të them. Një luftë të brendshme që të bën që të fillosh të përshtatesh pak të tjerë dhe jo të bësh atë që ti ndjen vërtet. Por thjesht kuptojnë që duhet shumë guxim për të qenë vetvetja në një botë ku në mënyrë konstante mundohet që të tjetërsoj. E megjithatë, unë kam mësuar që ta shikoj presionin jo si armik, sepse është një tregues që ajo që ti po bën ka peshë, në fakt. Dhe kur ti e pranon, bësh e pathyeshme. Të qeni në maj, ti ke qenë në maj për shumë vite, edhe maja është, pra në qoftë se ne mendojmë për këngëtarët, artistët më të mirë shqiptar, je në maj, por ka shumë, domethënë, në kuadër të presionit, ka shumë përplasje, ka shumë gjëra të reja, qoftë edhe nga ana e showbizit, për shembull e muzikës. Më shumë muzikës dhe showbiz, që ka hyrje të reja vazhdimisht dhe kjo nuk është vetëm këtu, ka tronditje të gjithë rregull muzikor në të gjithë botën. Ndërkohë që ka dhe presionet të tjera që vijnë edhe nga njerëzit, nga showbizi, nga kush duhet të jesh ti, a duhet të jesh më reality personazh apo duhet të jesh më personazh, më artiste, më izoluar. Të gjithë këtë kur e shef, domethënë kur je këtu në maj kur qëndron, si e mban ti këtë? Domethënë bashkë me presionin, a ka ndonjë mënyrë tënde se si qëndron fort? Apo nuk e shef fare ti majën perspektiva jote? Shiko, ti the pak më para a ke frikë që të biesh nga maja. Edhe në fakt, kur kalon shumë sfida, ti nuk ke më frikë, sepse ti e di shumë mirë se të ringrihesh. Ndaj dhe unë kam qenë gjithmonë e bindur që çfarëdo lloj gjë që të kem përpara rrugës time do t'ja dal, sepse puna, jeta dhe të gjitha sfidat që kam kaluar më kanë bërë më të fortë. Po qetësia a ka një moment që është, pasi se e zhurma ujit? Moment paqe, një nga momentet që kam ndjerë paqe dhe qetësi, që në fakt nuk do të harroj kur, ka qenë mëngjesi i të nesërmes, mbasi kam bërë stadiumin këtu në Tiranë. Ai ka qenë diku ora 6 e mëngjesit, unë kam qenë me 2 orë gjumë dhe nuk ndjeja lodhje, sepse kisha një gëzim shumë të madh që do niseshin për pushime me familjen time. Dhe ai moment ka qenë një diell shumë i bukur, kemi qenë në makinë. Ishte direkt mas koncertit të nesërmen? Direkt mas koncertit. Mas asaj zhurmës madhe? Mbas asaj zhurme shumë të bukur për mua dhe të paharrueshme. Unë kam shkuar me makinë për pushime me familjen time dhe nuk do të harroj kur atë shikimin, atë lumturinë që kishin në sy mami, babi, motra. Thash, okay, më në fund po përjetoj pak momente qetësie dhe për mua ishte një shpërblim shumë i madh që mbas gjithë atij suksesit të mund ta ndaja pikërisht me ata.
jeta jote është shumë interesante, jo vetëm nga ana e karrierës, është shumë e dukshme, por për të anës karrierës edhe është perceptimi i emrit tënd. Pra, ke një emër që është perceptuar, domethënë ka një ndikim shumë fuqishëm. Qoftë edhe ndikim, mund të themi ndikim tek brecat e rinj, qoftë ndikim tek kolegët, nga ana artistike, por ka edhe një ndikim me çfarë shkakton. Pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja jote në vende, heshtja apo mos heshtja jote. Pra, lëvizjet e tua shkaktojnë një zhurmë, edhe është shumë interesante sepse ti në pjesën më të madhe të kohës hesht. Dhe një lëvizje, qoftë edhe jo e bërë nga ty, është gjithmonë një zhurmë e madhe. Dhe unë dua të kthehem këtu pak në kohë, tek historia më e fundit që ishte festivali, era e dytë, kur ti morë pjesë në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar me këngën Karnaval. Ajo që ndodhi më pas, ajo që shoqëroi, të paktën unë çfarë perceptova nga rrjetet sociale, ishte një gëzim i çuditshëm i një grupi njerëzish që ndoshta mund të jetë një grup i vogël, por zhurmën e bëjnë të madhe, sepse këto bëjnë dhe më virale, që në vend të vetëm të përgëzonit çmimin e parë apo të gëzoni për çmimin e parë, se ndoshta ai shija e tyre, kishin gëzimi i çmimit të parë shoqëroi dhe me gëzimin që nuk fitove ti. Që ishte shumë e çuditshme. Dhe realisht jam habitur shumë, unë nuk e di se si ti ke përjetuar atë zhurmën e madhe mbas. Unë mendoj që ka të bëjë dhe me pritshmërinë. Pra, pritshmëria ndaj materialit që unë do të sillja, ndoshta ka qenë e ngjashme me tanën. Unë kam besuar shumë tek ai projekt, kam pasur një vizion shumë të saktë dhe shumë të qartë se çfarë do bëja në Eurovision me Karnavalin. Në fakt, por jam okay, sepse e kuptova që nuk arriti të depërtoj në zemrat e të gjithë njerëzve, ashtu siç ka depërtuar çdo këngë imja gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe e pranoj, jam shumë okay, sepse nuk mund të do të gjithmonë të pëlqesh të gjithëve. Ajo pjesa që mua në atë kohë nuk mund ta mohoj, më lëndoi, ishte që kaloj në një histeri të pa kontrolluar dhe të pa kuptim. Pra kaloj nga një kritik profesionale në një helm personal. Domethënë, por prap duke qenë figurë publike, pranoj dhe këtë që duhet paguar dhe kjo faturë. Po ti si ndjeve në atë moment? Interneti kështu është sot. Helmi nuk ndalet, i jep lirin kujdo që të shpreh gjithçka, kështu që është okay për mua. Unë këto komentet e këqija që po thoja, unë gjithmonë jam munduar që unë i lexoj këto komente të këqija sepse nuk kam frikë t'i lexoj. Edhe ndonjëherë mundohem që t'i zhvesh nga ky emocion negativ. Më fal që të ndërpres, kam bërë që edhe i lë komentet. Nuk kam frikë t'i lexoj as pak, sepse preferoj që t'i zhvesh nga këto emocionet negative, këto komente, dhe gjithmonë mundohem të shikoj atë pjesën objektive të komentit, sepse ndonjëherë ka sa të vërteta, ose unë të paktën preferoj që të shikoj pjesën e mirë të gjithë kësaj gjës, që të përmisohem për hera tjera. A mendon ndonjëherë që zhurma që ti krijon, edhe duke marrë parasysh dhe rastin në fjalë që ishte vërtet shumë e madhe, domethënë ishte vërtet e shumtuar, më shumë se sa e madhe, ishte shumë e shumtuar, mendon që mund të jetë edhe një, ndoshta kjo është unpopular opinion, siç i thuhet në TikTok, që mund të vijë nga dashuria. Sepse pse do kenë këtë, pse do jenë kaq të nervozuar, të zemëruar njerëzit? Kur ka urrëtie ka dhe dashuri. Edhe prandaj ta thash dhe më përpara pritshmëria, sepse ndoshta një pjesë e njerëzve nga dashuria e madhe kanë pritur që unë të vi me një material të caktuar që ata më kanë zakonisht më përfituar gjithmonë. Por frika ime më e madhe si artiste është që ti më parashikueshme. Ndaj unë zgjodha të vi me një material totalisht të pa parashikueshëm si Karnavali. E mbyllë me festivalin? Shiko, unë nga të dyja festivalet kam marrë 2 valixhe shumë të mira me mësime. Po, ka qenë. Cilat do t'i përdor për herën e tretë. Që nuk e di kur do jetë, nuk e di se si do të vi jeta, të them të drejtën, nuk mund të them as që nuk dua të marr pjesë, as do marr pjesë, nuk e di sinqerisht. Domethënë do t'i lë gjërat vinë natyrshëm. Megjithatë ti e tham edhe në fillim edhe pak a shumë njerëzit e dinë që edhe sot që jemi ulur këtu, është shumë e rrallë, ti nuk ke dëshirë të flasësh shumë për gjërat e tua, dhe për festivalin nuk fole, mora të valixhet tënde të mësimeve, nuk e di e hape aty në vetmin tënde në shtëpi. Është vërtet, kështu jam vërtet. Po pse? Je vetë kështu? Jam vetë kështu, nuk kam dashur asnjëherë në jetë as të viktimizohem për asnjë gjë. Gjithçka që ndodh është e mirëpritur,
Unë mendoj që gjithçka që ndodh për një arsye dhe ndodh për mua, jo mua. Nuk jam në natyrë që të them, si ma bën ose si më ndodhi, po pse gjithmonë mundohem të shikoj, të analizoj me shumë qetësi dhe me shumë këmbë në tokë. Po nuk e frikë që kjo edhe mund të largoj pa nga publiku, sepse jemi edhe në një kohë tani, në një kohë për momentin ndërsa bëjmë intervistë, filloi dhe një reality tjetër, jemi në një kohë reality ku të tërë flasin. Dhe sidomos aktorët që më ndryshe, por këngëtarët në botë janë të gjithë të hapur, tregojnë historitë e tyre, tregojnë dhimbjet e tyre, sëmundjet e tyre, çdo gjë. Domethënë bëjnë dokumentar, HBO, Netflix, të gjithë janë duke folur. Dhe në këtë zhurmë ka disa natyrisht. Unë prapë vazhdoj të heq. Ti vazhdon. Domethënë mos të duket sikur edhe kjo do të krijojë një lloj për së largu dukesh e ftohtë, tangëllikse, siç mund të them në shprehje popullore. Nuk kam frikë nga kjo gjë, sepse ata që më njohin mirë mua e dinë që unë nuk kam lidhje me arrogancën fare. Dhe heshtja është një vendim im shumë i vetëdijshëm dhe nuk më frikson, sepse qëndroj fort në atë të vërtetën time dhe unë e di shumë mirë pse e bëj heshtjen. Kështu që besoj që ata që më duan prej vitesh dhe më njohin prej vitesh nuk ma keq interpretojnë këtë gjë, po e mirë kuptojnë. Por heshtja të bëhet edhe bumerang në raste kur ka zhurma shumë të mëdha dhe që mund të bëhen shqetësuese dhe jo vetëm sepse ti the njerëzit që më duan dhe kuptojnë, por heshtja jote mund të bëhet bumerang dhe në media, pra jo vetëm nga njerëzit që shkruajnë, por edhe nga mediat vetë mund ta përdorin atë dhe të përdorin emrin tënd dhe të ripërdorin emrin tënd vazhdimisht ndërkohë që ti vazhdon hesht. Këtë e vuan di këtë gjë? Unë nuk kam në dorë dot dhe nuk i kontrolloj dot mendimet e të tjerëve. Unë kam në dorë të kontrolloj vetëm veten time, kam në dorë që të qëndroj fort në të vërtetën time. Dhe unë besoj shumë fort që koha do të tregoj çdo gjë në momentin e duhur. Prandaj jam shumë e qetë dhe shumë e sigurt në heshtjen time dhe nuk më